Shpërndarja ka nisur që prej datës 1 dhjetor për bonusin e fundvitit të dhënë nga qeveria. Edhe këtë vit, bonusi është i ndarë në kategori. Pensionistët në Gjirokastër e vlerësojnë këtë shërbim në prag të festave të fundvitit si një ndihmë për shpenzimet e tyre. Po ku shumë e mirë është. E mirë është, për halexit mirë është. Për të fundvitit, e dini. O do marrë një relaxët vetën time, pas të një fasule, do një rrisë, do një vaj, kaqë. Për të marrë pensionin, bonusin që na ka dhënë qeveria, i morëm që të dyja, jemi të kënaqur. Rreth 28.946 pensionistë do të mund të tërheqin bonusin e fundvitit në qarkun e Gjirokastrës. Atëherë, nga data 1 dhjetor, kanë filluar shpërndarja e bonusit në gjitha zyrat postare. Janë rreth 28.926 përfitues, të cilët do të marrin bonusin e fundvitit. Bonusi ndahet deri në 20.000 lekë të reja, të gjithë pensionistët do të marrin 15.000 lekë të reja, ndërsa 20.000 e lartë do të marrin 10.000 lekë të reja. Përfituesit e bonusit që nuk do të mund ta tërheqin atë gjatë muajit dhjetor, do të kenë mundësi ta përfitojnë deri në 30 qershor 2026.